Po mi më mirë s'ka rëndësi, më ndoro. Shoqë më shoqë, moshe një gjithë. Po jam unë valla. Mirë. Shok me një sekond, okay. Dakor. Ke qenë shok me Edi Ramën, s'ke qenë me Berishën me Sorosin. Po pritë tani. Ke qenë shok me Edi Ramën? Ramën, kam qenë stop në Paris dhe shumë shok me stop. Bravo, shumë bukur. Tani ta them unë, po mirë, një sekond. Me që unë jam idiot. Tani a je ti idiot që sapo më ofendove se unë nuk të... Po një sekond, unë nuk të ofendova, po pritër e tani, të lutem, se s'du ta bëj këtë zhurmusin. Një sekond, o Gens. Po s'po më le të flasëm. Unë e bëra një pyetje. Jo, se kaluat personale, jo, kush është ideja, më fal Besi. Unë se kaluat personale se ofendova. Po sa po më tha idiot se i thash me Berishën me Sorosin, idiote nuk jam unë. Tash i ka qenë shok me Edi Ramën. Më fal më një sekond, çfarë krimi ke bërë që ke qenë mik me Edi Ramën? Kush është krimi që ke bërë? Që një më akuzove për një fotografi ku po nuk e di amor, po ta them ja e sjarove tani. Ti po më ofendon. Unë nuk ta akuzova, o Genci. As po ta akuzoj që ke qenë shok me Edi Ramën. O Genci, nuk është akuz më. Kjo është ajo që bën ti. Ti akuzon. Dhe ne dyshojmë të tjerët ato që bëjmë vetë. Ti dyshon tek unë ato që bën ti. Ti akuzon. Sa po të pyeta ke qenë shok me Edi Ramën, më them po, shumë shok në Paris. Tani ti je kriminal? Që ke qenë shok me Edi Ramën? Je hajdut që ke qenë shok me Edi Ramën? Qarë të bën ty? Ti një fotografi, në shmo që është këtë spurimi. Nuk është këtë spurimi. Ore, nuk është e morën vesh, mos mbaj aty tani. Shok me Edi Ramën, ke qenë, mos bëjt devianca mu. Mos bëjt devianca, nada. Ke qenë shok me Edi Ramën, qa krimi ke bërë që ke qenë shok me Edi Ramën? Dhe qa krimi pas kam bërë unë, se në 2013, sikur se e votuan 1 milion veta, për shumë kam pas besim të Edi Rama se do silte drejtsin. Qa krimi kam për shqiptarët që e kam votë besuar Edi Ramën? Qoftë se Edi Rama ka tradhuar besimin e shqiptarëve. Realitetet politike ndryshojnë, më Genci. Ti më thua mua je fajtor ti para 100 vjetësh, sepse ke thënë të kështu. Po çdo thot kjo? Qa thot më nga? Jo, patjetër. Po mos ofendose, nuk të shkon për shtat. Se je dhe diplomat, ke qenë ish diplomat, më nuk shkon për shtat të ofendosh kështu, kur? Vetëm një moment. Gens, një moment. Vetëm i bananet më ngondorë, Genci, po mos pesh. Një moment të një, o Gens. Ka sul, më të nevejtë që më bërë. Po nuk të sulmova, mor, të pyeta. Po, absoloj, të jena të... Ore nuk i vërë. Gens, një moment. Po, s'po më lënë i mua, jo unë ato në kam lënë. A i des për mua. Një moment, por se devijove debatin komplet. Okej, Bes, çfarë do të presim nga listat e partisë? Gens, po ka 15 minuta ju të gjënë. Gazeta ti, përë është këtu, ekskluzive. Jo tani, qofë se vazhdo më pëndon, më njëre në presin këtu. Mos më merë. Po jo, përkove të parë. Qarë më? Ti ke shkodër, pitur, ke skurimi, roje parkingu në Paris. Po apo jo? O, zotri, po, e kam shkryt, po. Përkove të parë, brapa. Një sekund, pra. Një sekund. Pse u bë, një sekund. Do t'ja jap fjallën, do të flasi dhe i për... Edhe për këtë gënjes, unë e kam sqaruar me zotrin. I kam thënë që e parë herë nuk shkruaj unë gazetër, i edhin ato që edhin. Çdo gazetë ka politikë redaksionale, dhe i kam thënë të kërkoj ndjes, qoftë se kjo është botuar dhe e kam hequr. Siç kam hequr shumë të tjera, pas i këllë kontekst. Mos e vej në këtë kontekstin tash, mos e kjo është e turpshme që bën. Se po bërë një debat personal, duroj një moment. Bes, çfarë do të presim nga listat e Partisë Demokratike? Me fjalë, ajo që është folur gjitha këto ditët, pra 8 në listat e mbyllura, 8 vende do jenë për aleatët, sepse ky është pakti elektoral që kemi bërë për të qenë në një listë. Patjetër që unë vetë do kisha preferuar që listat të ishin të ndara, por na detyron kodi elektoral, ndryshimi 2021, që t'ja kujtojmë dhe qytetarëve se duhet shpjeguar kjo gjithmonë, që para 2021 një koalicion ishte para elektoral dhe çdo parti mund kishte listën e saj dhe votat mund fare dhe si pas formulës dilin deputet nga kjo listë, por tani jemi të detyruar sepse ajo aleancë para elektorale u hoq,
Dhe eksperimenti 2021-shit, që ne dolëm me listat të ndara, LSI-ja doli me listë më vete, ne dolëm me listë më vete, na humbi diku te 6-7 mandate. Kështu që është mençuri politike që aleatët jenë në listë të mbyllur. Po dhe nëse kalkulon nga ana e peshës së votave, sikur minimalisht, unë mendoj që kanë shumë vota aleatët tanë, po minimalisht aleatët tanë 100.000 vota i kanë. Partia Demokratike 600.000 vota, shkon 700.000 vota. Dhe maksimizon pa tjetër rezultatin elektoral. Po ne pa tjetër do synojmë që të kapim 750-800.000 vota të gjithë bashkë kësi listë. 38 emrat të tjerë, pasta janë një pjesë janë drejtuesit politik, që është deklaruar që shmangën dhe primaret, dhe një pjesë që do ngeli, pra besoj diku tek 20 emra, do futen pa tjetër nga primarit. Dërko, se i takon aleatëve, kanë justifikuar këtë besim të Partisë Demokratike, se disa për tyre kanë qenë edhe më herët. Po ne kemi një rekord elektoral, pra si dush kemi një historik elektoral. Ne dim se sa vota ka dhe PBD-ja, dhe Republikania, dhe Partia Liri Sot, dhe Partia Agrare, dhe të gjitha aleatët e tjerë që janë më të vegjël, që duken vegjël, po në fakt vota kanë tërë. Kjo është, pra, të mbledhësh të gjitha në një kanal. Për fat keq, pakti jon i vetëm është të rrëzojmë një regjim. Pra, ajo është kryesorja. Se nëse do ishim në kushte më demokratike, pa tjetër që dhe situata elektorale në Shqipëri do ishe më ndryshe. Por ajo që mua më ngrosë, si që tha dhe Genci, është programi. Një program elektoral që ndahet në 2 kategori. Kategoria e parë është plan emergjent, sepse Shqipëria sot është në një varfëri ekstreme, dhe thot, nuk e them unë, e thot Banka Botërore, e thojnë gjithë institucionet më të njohura financiare të botës, që e thojnë një pjesë e konsiderueshme e popullatës shqiptare është në varfëri ekstreme, kemi një eksod masiv, kemi një rritje të çmimesh, inflacion, kemi probleme sociale. Kështu pakti i emergjencës do zgjidhë problemet sociale. Dhe kategoria e dytë është patjetër vizioni i një qeverie, një kryeministri që e ka provuar më parë, që investimet kapitale të mençura në ekonomi krijojnë një bollëk për kombin në të ardhmen. Dhe Berisha e shpalosi atë program që nga investimet përsëri në sektorin energjetik, në transport, në biznese, duke ullur taksat, duke ullur dritat bizneseve, në rikthimin e kraut punës që do jetë diaspora jonë e nderuar që na është larguar të vi dhe të lulëzoj përsëri këtë vend. Besar, ndërkohë, mund të prodhojnë listat pak kënaqësi? Normale, gjithmonë listat prodhojnë pak kënaqësi, si në PD, si në PS. Normale, secili ka ambicën e tij politike. Por kësaj radhe duhet të jemi përkallë